Miq, mirë se ritakojmë sërish në këtë muaj të begatë të Ramazanit, do të themi pikërisht në këto minuta në vim me një element të rëndësishëm në cilësitë e besimtarit, në ambicet që ai duhet të ketë. Dhe është pikërisht një prej sëmundjeve që paraqitet her pas here në jetën e tij, qoftë nga faktorët e brendshëm, siç është devijimi i zemrës, po qoftë dhe nga modelet e jashtme. Është pikërisht syefaqësia, një prej sëmundjeve ku shumë pak prej nesh mund të shpëtoj ndoshta dhe nuancave të saj, pasi pikërisht syefaqësia është një sëmundje e cila përfshin pastaj të gjitha dhurimet dhe të gjitha njetet tona. Po si të shërohemi nga kjo sëmundje, si të ruhemi nëse jemi të kuruar prej saj, gjitha këto do të na flas Hoxha i nderuar Shpend Zeneli. Hoxha, mirë se vini. Mirë, ju falenderoj për ftesën. Allah ju nderoft. Hoxha, ne do të flasim sot për syefaqësinë, ndoshta e ka shumë nivele, ndoshta ka atë nivelin ekstrem ku njeriu është tërësisht hipokrit, tjetër beson, tjetër shfaq, po mund të ketë dhe nuancat e veta, ngjyrimet e veta. Në konceptin islam, çfarë do thotë syefaqësi? Syefaqësia edhe si term kuptohet se shfaqet një diçka sa për syefaqe. Është një dukuri që e shpreh njeriu për të duk para tjerëve. Në kontekstin fetar është kur adhurimet, ibadetet, veprat e mira me të cilët shpreson njeriu një shpërblim tek Zoti i Madhërisht, apo raporti jon me Allahun Dhuxhelal, që është raporti i fshehtë, fillimisht i sekret dhe i brendshëm njeriu, duhet të ketë atë sinqeritetin. Dhe syefaqësia e prek thellkët kur e manifeston diçka jo për Allahun Dhuxhelal, por për dikën tjetër për vetë Zotin. Dhe kjo se përmende shfaqen në forma të ndryshme, kategori të ndryshme. Më e rënda është ajo e hipokrizisë ku nuk shfaq, po e fsheh ato që është e kundërta asaj të brendshmes. Dhe syefaqësia e shfaq. Mund të jetë syefaqësia e qartë, syefaqësia që e synon dhe e përmend dhe e flet njeriu dhe e vepron, por është edhe një lloj tjetër syefaqësisë për të cilën jemi të gjithë rrezikuar dhe kjo është ajo që është më e pandigjshme, dhe është më e fshehur, që i thuhet edhe syefaqësia e fshehur, faktin. Do thosh ajo që është shumë afër vetëm dijes së Allahut Dhuxhelal, që është shumë e brendshme për syrin e të tjerëve, po është diçka që njeriu e fsheh në veten e tij. Pra mund të ndodhë që as ne vetë ndoshta nuk e kuptojmë që jemi përfshirë nga syefaqësia dhe ndoshta mendojmë që jemi të pa prekur nga kjo sëmundje, po në mënyrë pavetëdijshme mund të mbajmë qëndrime dhe mund të bëjmë veprime të cilat janë të përfshira nga syefaqësia. Padyshim, edhe është hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që na sqaron shumë më qartë këtë çështje, ku e përmend se keni kujdes nga shirku i vogël. Edhe e pyetën se çfarë është ai shirku i vogël, tha është shirku riaja, syefaqësia. Tha kërkoni mbrojtjen e Allahut Dhuxhelal, duke thënë o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde të mos bind në një shirk të tillë dhe kërkoj falje nga ata që nuk e di. Se mund njeriu të mos e din edhe veprimin që e ka bërë, se mund ka ndonjëherë brenda ndjenjave të tij të anoj ka diçka tjetër përveç shpërblimit të Zotit, për kënaqësisë së Allahut Dhuxhelal, për faljes së Allahut subhanahu wa taala, arritjes gradave të Zotit, dëni lëvdat e njerëzve, dëni përmendje e tyre, dëni falënderim me kështu me radhë. Pra profeti Muhammed alayhis salam ktheu ka thënë shokëve të tij, të cilët kanë qenë njerëzit më të mirë, kanë qenë besimtarët më të mirë, i ka këshilluar dhe ata që të kenë kujdes nga cilësia e syefaqësisë, pasi kuptohet se ata ishin njerëz më të sinqertë. Padyshim. Domethënë në përgjithësi feja islame lufton shirkun dhe idhujtarinë në gjitha sferat, me të gjitha kategoritë e saj. Për besimtarin është më e lehtë largimi, distancimi nga shirku i qartë, shirku klasik që dihet adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut Dhuxhelal dhe zor që bjen një besimtar në një gjendje të tillë. Apo është shumë thirrje e dobët ajo thirrje, por nga kjo që cilësohet si shirk i fshehur apo shirk i vogël që ka, edhe pejgamberi sa më ka përdorur këtë term. I ka thonë shirku i fshehur edhe shirku i vogël. Në një për haditha e cilëson pejgamberi sa thotë si zhurma e milingonave, që për veshin tonë as në që vërrehet ajo.
u atërheq vërejtjen sepse ka mundësi dhe është çdo herë në rrezik njeriu përderisa ai besimtar në përditshmërinë e tij bën vepra të mira me të cilat shpreson tek Allahu dhe duke nis prej obligimeve apo që i themi në farzave të Zotit, apo edhe veprave të përgjithshme, vepra vullnetare, veprave pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha veprat, do të thonë, kanë mundësi të binë në një lloj të syfaqësisë. Pra, duket sikur syfaqësia synon zemrën, synon, po themi, ato ndjenjat ku ne kënaqemi kur të tjerët na shohin në adhurime, na shohin dhe mendojnë, po themi, se kemi cilësi të larta. Pra, është zemra e cila dëmtohet nga syfaqësia fillimisht dhe jo veprat për të qenë më të qartë në këtë ndarje. Padyshim, sikur të e sqarojnë edhe dietarët, do thonë si sëmundja e zemrës, ose si një prej veprave të zemrës. Por arsye se veprat e jashtme në syrin tonë të gjitha janë të bukura, veprat e mira, veprat e obliguara, farzet e Zotit, veprat që me të cilat shpresohet shpërblim tek Allahu dhu xhelal. Dhe nga pamja e jashtme nuk varet fare se ajo vepër çfarë synohet me të. A është shpërbimi i Allahut dhu xhelal apo është lavdratat e njerëzve apo diçka prej kësaj dynjaje, ndonjë interes i kësaj bote. Atë është thelbi i saj në zemër. Aty ku edhe buron dhe flen edhe sinqeriteti. Do të thonë, sinqeriteti është e kundërta e saj. Aty është në zemër buron imani. Pra aty dalin domethënë këto vlera të larta, sikur që është domethënë sinqeriteti, sikur është mbështetja në Allahu xhallahu, sikur është ndjesia për mbikëqyrjen e Zotit, sikur që është vetdia se Allahu të sheh dhe Allahu din edhe sekretet tua, edhe din ato që ke në zemër tënde. Dhe këtë Allahu xhallahu shpesh në parajete kuranore e thekson. Që Allahu xhallahu wa sirru qawlu aw ijharu bi. Ose fshehne, ose thunë haptas fjalën, Allah e di atë që keni në zemrat e juaja. So, nuk mund t'i fshehesh. Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është ndjesia e zemrës. Dhe për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sjell një shembull shumë të qartë. Në trupin e njeriu është një copë mishi, po që se ajo ndreqet që gjithë trupi. Nëse ajo prishet të gjithë trupi. Domethënë e sjell këtë shembull për të na treguar, për të na ilustruar këtë shembull me këtë shembull që veprat e zemrës janë thelbësore. Domethënë ato ndreqen edhe ato të jashtme. Përndryshe, nëse mungon thelbësore, e jashtme vetëm është një kamuflazh edhe mbetet formalitete pa peshë fare. Ndërkohë na ndodh shpesh që nisemi ndoshta për një adhurim, siç është shkuarja në xhami, siç është leximi i Kuranit, siç është shkuarja në Qabe, ose një bamirësi, ose një fjalë e mirë, ose një sjellje e mirë dhe synojmë me këtë ndoshta sinqeritetin e plot, hatrin e Zotit. Po rrugës na ndodh që të na pëlqej kur tjerët na shohin në këtë gjendje, të na pëlqej lavdërimi dhe lëvdatat e tjerëve dhe kjo ndoshta na bën akoma dhe më po themi na inkurajon për të qenë akoma edhe besimtar më të mirë së paku nga jashtë. A e cënon kjo sinqeritetin? Është natyrshmëria e njeriu që e don lavdin. Do të secili njeriu. Por nuk mundet që lavdi i njerëzve të jetë mbi lavdin e Allahut dhe xhelal. Mirënjohën për Allahu subhanahu wa taala, kënaqësisë së Zotit. E cënon parasysh se e prek thelbin e adhurimit, që është sinqeriteti dhe ne e dimë që është kusht i pranimit të veprave, është sinqeriteti. Të bëhet një vepër kryekput për hir të Zotit. Fillon, inicohet, ka vullnetin për ta bërë atë punë, prej fillim dhe deri në fund. Njëti i tij apo qëllimi i tij është me arrit me zbatu një fjalë të Zotit, një porosi të Allahut, me arrit një shpërblim, me arrit një falje, me arrit gradat të Zotit të Madhërisëm. Është e vërtet se lavdet e njerëzve mund të vinë edhe si pasojë asaj që na nuk e dëshirojmë, vjen prej jashtë për një vepër të mirë që e bën njeriu. Por nëse nuk janë të synuara nga ana jonë, elhamdulillah, kjo është çështje tjetër. Problemi është kur fillojmë dhe i synojmë dhe pastaj i kërkojmë dhe po them krijojmë situata që të tjerët të na lavdërojnë. Po a e cënon sinqeritetin, cënon shumë nga vetë shprehja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e thotë se është shirk i vogël apo shirk i fshehtë. Fjala shirk në termat e Islam është gjë e rëndë, domethënë lloj dhujtarie. Profeti sallallahu alajhi wasallam tek ato gjërat më të vështira, më të rënda, po themi tek ajo vija e kuqe ku njeriu rrezikon që të humbas edhe besimin e tij. Subhanallahu, është aq e rëndë saqë prishet komplet një vepër dhe nuk vlerësohet fare, saqë ndim
hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot ndodh që një njeri të punon vepra të xhenetit, sikur që duket tek njerëzit, po përfundimi i tij të jetë në zjarr xhenemi. Kjo është riaja ose syfacia më e rëndë që e gjithë jeta e tij, gjithë veprëmtaria e tij dhe gjithë çka ai ka thënë dhe ka vepruar dhe ka qenë dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra s'kan patur vlerë sepse kanë qenë vepra ndoshta të mëdha në sytë e njerëzve. Sytë e njerëzve. Do thonë ajo që duket për njerëzve. E jashtme është çdo herë mirë, por e mbrëmshme nëse mungon, kjo e cënon shumë. E si shirki i vogël, pastaj është do thonë është goxha problematike kur Allahu dhujë nuk e pranon që vepra e synuar të jetë e ndarë mes tij dhe njeriu. Pra mund të kaloj deri atje sa të jetë tërësisht e refuzuar, sepse ndoshta mund të jetë një bamirësi me vlerë shumë të madhe ose mund të jetë një mundim siç është haxhi, umra apo udhime që kanë mund, nëse dominohen dhe përfshihen tërësisht nga syfaqësia, po thoni që ato nuk kanë asnjë. Pa marrë parasysh veprave, mund të jetë edhe vogël, mund të jetë edhe e madhe. Ndodh që njeriu, sikur që e përmend, fillimisht synimi i tij të mos jetë fare kënaqësia e Zotit. Allah na ruaj, kjo është më e rëndë. Ose gjatë veprimit, pasi që është nis numre, pasi që është nis në hax, pasi që e bën një lemosh, pasi që bën një namaz, ti vinë mendimet për të anu ka dikush tjetër përveç Allahut subhanallahu. Dhe kjo pastaj varet prej personit. Pra devimi mund të ndodhë dhe gjatë rrugës. Pra edhe gjatë rrugtimit. Sëmundja mund të edhe pas rrugtimit. Do çdo herë jemi në rrezik. Ajo që është brenda besimtari i vërtet, i sinqert, që e din se prej kujt e pret shpërblimin, e ka çdo herë vetdijen dhe e ka frikën për këtë gjë që mos t'i ndodh. Por nëse ndodh, atëherë shpërblimi mund të pakohet. Pra mund të ndodhë që syfaqësia gjendur në nivele, po themi kështu, të vogla, edhe pse vepra mund të jetë korrekt, mund mos ta ketë atë peshën e duhur, pra mund ta dobësoj si sevap. E dobëson shumë te mase, varësisht prej sasisë së syfaqësisë ka. Do të thonë zvoglohet shpërblimi, apo në të kundërtën rritet mëkati, nëse rritet edhe syfaqësia, derisa e azhëson ata. Edhe pas veprimit, pasi që njeriu ka kryer një vepër të mirë. Edhe atëherë do të kujdesem që vepra e mirë të mos jetë përfundimi i saj si rezultat kërkimi i lavdës apo arritjes pozitave, lavdëve e mirënjohjeve nga ana e njerëzve, po të mbetet si një vepër me cilën është kryer, me cilën synohet arritja e shpërblimit tek Allahu dhe për atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na jep këtë porosi, thotë kush ka mundësi prej jush që të bën një vepër të fshehtë, le ta bëj atë. Edhe pse në Islam jemi të detyruar me bëj vepra haptas, të shfaqura, sikur që është në namazi, sikur është haxhi, sikur është sadakaja, edhe Allahu dhujale përmend në ajet koranor. Thotë Allahu subhanahu wa taala, ju të cilët keni besuar, mos prishni sadakat, lëmoshat e juaja me përmendje dhe me fyerje. Do thonë Allahu dhujale thotë mos i prishni. Thotë nëse jepni sadakan haptas, kjo është në rregull, është e mirë. Por nëse jepni fshehtas, është edhe më e mirë. Pra, ndoshta dhe të edukojmë veten her pas here që të kemi vepra ndoshta tërësisht të fshehta për të kultivuar këtë sinqeritetin dhe për të kuruar nga syfaqësia. Na duhet që spaku ta tregojmë sinqeritetin tonë me Allahun dhe xhalal, ta dëshmojmë se me Allahun subhanahu wa taala dëshirojmë të kemi raportet e mira. Kjo që bëjmë vepra para njerëzve nuk është as pak, do të thonë, negative, nuk është as pak e kritikuar, do të thonë, por edhe ato vepra synohen përmes saj që në raste të ndryshme njeriu nuk mund të mëson njerëzve fenë nëse ai nuk bëhet shembull për të tjerët. Do të ti i detyruar në një anë të fetare që ti të bësh shembull i mirë. Pra dimensioni publik është gati i pashmangshëm, madje duke qenë se kjo feja është gjithëpërfshirëse për gjithë jetën e njeriut, pjesë më e madhe, po themi e qëndrimeve do të jenë publike, e silleve do të jenë publike, s'mund të jenë. Po ku vëret atë syfaqësia me sinqeritetin në këtë rast? Shikohet thotë nëse njeriu në vetminë e tij i qaset gjunaheve të Zotit, i qaset mëkateve, pse? Se nuk e din dhe nuk është në vetdije se Allahu është duke shkuar. Po kur është para njerëzve e shfaq, do të thonë sinqeritetin e tij, e shfaq fetarinë e tij, devotshmërinë e tij, atë kjo është syfaqësi. Nëse njeriu kur ka lavde, më shumë ka vullnet për të punuar,
dhe nuk është fare dembel, nuk përton. Por në të kundërtën kur mungojnë lavdat e ky ngec, ndoshta edhe kthehet krejtësisht mbrapa, kjo është problem atëherë. Shembulli i mirë, thirrja në fenë e Zotit, mësimi i të tjerëve, duhet të jetë prapë në soazat e sinqeritetit për të kërkuar prapë kënaqësinë e Zotit të Madhërisht. Ju përmendet që syfajësia mund të ndodhë që në fillim, pra njëri është i vetëdijshëm që me të nuk synon hatrin e Zotit, po synon po themi reagimet e njerëzve, pëlqimet e njerëzve, mund të ndodhë gjatë rrugës, po ju thatë që mund të ndodhë dhe pasi vepra ka përfunduar. Si mund të përfshihet njeriu në syfajësi kur e ka bërë një vepër të sinqertë dhe ajo tashmë ka mbaruar? Hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku e jep vërejtjen dhe tërheq vërejtjen e sahabëve të tij për këtë lloj të shirkut. E thotë sikur rasti një personi i cili është ngrit për të falur dhe kur vëren se dikush po e shikon, nis dhe zbukuron namazin e tij. Do thonë bëhet njeriu pre reagimeve të tjerëve. Do pret prej të tjerëve. Shikon se tjerët se si do ta vlerësojnë. Do thonë edhe gjatë veprimit, po edhe pas veprimit. Pas veprimit e kemi, është një prej haditheve që sahabët, sikurse Ebu Huraira radhiyallahu anhu, është rënqethur kur e ka lexuar atë dhe u ka treguar të tjerëve për 3 persona të cilët do të ndizet zjarri i xhenemit ditën e Kiametit. Janë 3 vepra më të shquara, më të mira, më të bukura që mund të vlerësohet ndryshe një musliman i mirë. Lufta në rrugt të Allahut, domethënë dhënia e sadakas, lëmosha dhe dituria. Të gjithë Allahu dhe xhall do të pyesë pse u vrave, pse dhave lëmosh, pse i thriste njerëzit në rrugën e Zotit. Gjithë do të thënë për hir tënd në Zot. Po jo, Allahu dhe xhall e cilëson ditën e Kiametit dita kur të shfaqen sekretet. Jo me tuble sarair. A dit del gjithçka në shesh. Atë do të maten veprat plotësisht, pas sa kanë qenë sinqerta, sa kanë qenë të ndikuara nga syfajësia. Të ndikuara nga reagimet të tjerëve. Edhe secili do të thotë, jo, ti ke punu për diçka çka njerëzit çfarë do të thonë. Domethënë reagimi i njerëzve ishte synimi jot. Reagimi i njerëzve, domethënë nuk ishte shpërblimi i Zotit. Dhe Allahu këtë do ta përdor si argument ditën e Kiametit, do thotë, tani shkoni kërkoni shpërblim tek ata për cilët vepruat. Shumë e rëndë se domethënë syfajësia e devijoi shumë njeriu nga ky mision, nga këto vlera të mëdha, nga këto shpërbime që i përmend Allahu dhe i premton subhanallahu subhanahu wa taala. Do thonë e prish komplet një adhurim ose e cenon ato shumë temase. Pra mund të ndodhë që njeriu të jetë i angazhuar gjatë gjithë kohës së tij ose përditshmërinë e tij ta ketë angazhuar me vepra të mëdha, po paralelisht të jetë po themi i përfshirë në syfaqësi, çka ju thatë se shpesh ja ul vlerën, ja heq sevapin ose mund ta kthejë të gjithën në një vepër të padëshiruar dhe të urryer. Po a do thotë kjo që për njeriu është më mirë të ketë ndoshta disa vepra jo shumë të mëdha, po të sinqerta, sesa shumë vepra të mëdha, po pastaj ato të përfshira me syfaqësisë dhe pëlqimit të njerëzve. Veprën e rrit dhe veprën e zvoglon apo e asgjëson njëti synimi. Andaj është një prej mësimeve thelbësore islame ku jep rëndësi shumë çështjes së njëtit. Ndoshta mund të qenë vepra shumë e vogël, por njëti e bën shumë të madhe atë. Dhe të kundërtën mund të qenë vepra shumë madhështore në syrin e njerëzve, po e asgjëson apo e pakon atë vepër mungesa e sinqeritetit. Andaj atë që i kanë dhënë muslimanët e parë, muslimanët e devotshëm, ulemat e dietarët e kësaj feje, rëndësi të madhe çështja e sinqeritetit, që thonë, kjo është tregtia jonë me Zotin e Madhërisëm. Nuk është çdo herë ajo e dukshme, ajo e jashtme, ajo që është në syrin e njerëzve. Po, e vërtet, më mirë do të ishte që njeriu të mjaftohet me një vepër sado që është e vogël për të jetë e pastër, e çiltër, vetëm për Allahun dhujare, edhe pse çështja e sinqeritetit, subhanallahu, prek në 2 segmente të ndryshme. E prek anën e veprimit dhe anën e mosveprimit. Çdo herë na mendojmë se mungesa e sinqeritetit është kur njeriu bën një vepër për të dukur para njerëzve. Po kur e lën një vepër për shkak njerëzve, çka është kjo? Po kjo është syfaqësi. Domethënë thjesht ka ra, si thamë edhe më herët, pre e reagimet të njerëzve. Punon apo nuk punon për shkak se do të ketë reagime nga njerëz. Jo.
njeriu i cili din se vepra e tij është vepër e çmuar, e don Allahu, shpërblen Zoti për të, dhe është suazat e mira, domethënë veprohet me urtësi dhe me dije, atë nuk ka nevojë fare njeriu të shikoj apo të merr afër vetes së tij aq ndagimet edhe fjalët e njerëzve. Tani hoç, duket sikur kjo në po themi dimensione të plota, për pjesë më të madhe është e pamundur. Pra njeriu ka siklet në sy të njerëzve që të veprojë gjëra të këqija. Ashtu siç në sy të njerëzve tregohet pak më i kujdesshëm në sjelljen e tij, në fjalët e tij. Deri ku është niveli i pranuar i gjithë kësaj, apo njeriu duhet të synojë më të mirën, që mos ndikohet absolutisht nga prezenca e njerëzve. Allahu Dhul Xhelal në Kur'an çdo herë e lavdon njeriu, inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, ata të cilët i frikojnë Allahut në vetmi. Thonë, është e vërtetë se kjo duhet synohet, që të arrihet dhe në formën e përsosur. Ndoshta mund të merr kohë. Thonë, ka prej gjeneratave që tregojnë se ju ka marrë kohë për 40 vite rregullimi i çështjes së sinqeritetit, apo që njeriu të mos bie prej e syfatësisë. Dhe kjo është lufta e jone e mbrëmshme që nuk ndalet, dhe është një prej synimeve të shejtanit. Sepse ti vjen në një moment kur je lodh për diçka që s'është dashur mu lodh. Ke punu për diçka që nuk do të gjesh në fund rezultat dhe shpërblim për ta. Dhe vetë syfatësia nëse mendohet logjikisht, do thonë ke kërkuar shpërblim prej kujt? Prej krijesës, jo prej krijuesit. Çka mund të të ofrojë një krijesë? A mund të ta largojë dënimin e varrit? Mund të të shpëtojë ditën e Kiametit? Mund të ta garantojë xhenetin? Mund të të sjellë edhe në këtë dynjë të mirat e Zotit? Do thonë edhe nga kjo pikpamje maksimumi që mund të bëjnë njerëzit është i duartrokitje ose ndonjë like në rrjetet sociale. Ajo është e përkohshme. Edhe ajo është tërësisht e pavlerë. Për momentin derisa jemi mirë në raporte me njëri tjetrin, ka ndoshta ndonjë lëvdat. Nesërmën, do thonë zakonisht njëri e haron të mirën që e ke bë. Kështu që edhe nga ky aspekt kjo do të na ndihmoj që ne mos të javnojmë veshim shpërblimeve të njerëzve, as lavdave, as duartrokitjeve të tyre, se fundi ato janë kalimtare, nuk kanë pesh fare, dhe pritet se njerëzit nuk do ta dinë të të falenderojnë. Për vetë faktin se nuk e falenderojnë Allahun Dhul Xhelal, mos prit lavdata nga ana e njerëzve. Andaj vepra vetëm për hir të Zotit. Pra do thotë se jemi vazhdimisht të rrezikuar, sidomos njerëzit që kanë, po themi, pozicione publike, pra kanë raporte, hoxhallarët janë një prej kësaj kategorie ku vazhdimisht janë përballë njerëzve. Duhet ta menaxhojmë këtë situatë, pasi duartrokitjet e njerëzve, lavdat e njerëzve, lajkat e njerëzve mund të pra janë një rrezik, mund të na devijojnë, po themi, rrugtimin e veprës tonë nga synimi i Zotit tek njerëzit. Pra duhet ta mbajmë të ndezur vazhdimisht këtë alarm. Vazhdimisht. Do thonë sepse edhe format e ibadetit janë të ndryshme. Nuk janë një lloj formave, po edhe angazhimi jon është i ndryshueshëm për çdo ditë. Është e vërtetë, në këtë rast ata që dalin në skenë janë më të rrezikuarit. Përderisa i cili është një njeri më i thjeshtë, i cili nuk shfaqet dhe veprat e tij nuk ka nevojë që ai të flet apo ti shfaq përparat, e vërejmë të biografia të parëve kësaj feje. Ata kur kanë fol për një vepër të mirë, nuk ka folën vetën e parë asnjëherë. Çdo herë ka përgjigj vetën e tretë. Do të ka ndodh, ka bërë dikush këtë vepër. Ndoshta ishte ai vetë personi i cili ka vepruar atë. Për të dhënë një shembull të mirë. Jo që ka synu se fatësin. Se mund ta kishte përmend edhe vetën e parë dhe fare të ishte i sinqert në ta. Po për të mbrojtur gjithsesi. Për të mbrojtur sepse rreziku mund vjen në moment. Nuk një zemrat janë të lëkundur, domethënë Allahu Dhul Xhelal na mëson duat, në Kur'an duat e zemrës, që me lutë Allahun Dhul Xhelal më ndaj përqendruar zemra. Ai lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutja e shpeshtuar, jo rastësisht, lutja e shpeshtuar për zemrën sepse ajo është çdo herë, domethënë mundësi për të dalë prej një pozicioni në pozicion tjetër, prej adhurimit në shirk, Allah na ruaj. Pra, syfajësia konsiderohet një problem i zemrës, aty ku, ashtu siç ju thatë, aty është besimi, aty është dhe sinqeriteti, aty janë dhe virtytet e larta, dhe nuk konsiderohet thjesht një çështje morale, thjesht një çështje etike.
Pra, kërkon një seriozitet të veçantë dhe të shtuar në këtë aspekt. Gabimet në vepra që ndodhin, për shembull gabimet gjatë praktikimit, në haxhit, umrës, namazit, avdesit, agjërimit, besa, janë gabimet që mund të përmirësohen me kohë. Por gabimi i tillë që është vepra e zemrës, nëse nuk e pastron njeriu zemrën nga kjo sëmundje, nuk mund të jetë prezente edhe të shpresohet shpërbimi plot tek Allahu Dhu Xhelal. Ose e prish tërësisht veprimin, shpërblimin tek Allahu Subhanahu wa Taala, ose e cenon shpërblimin që mund të jetë një shpërblim shumë i cektë, shumë i vogël nga ajo që shpresohet dhe që duhet me qenë. Që nuk është gabim aty këtu, nuk është gabim që mund të tejkalohet, nuk është gabim që mund të mos përfillet fare, jo. Nuk duhet të tregohemi shpërfillës as neglizhent ndaj këtij gabimi, po duhet çdo ta kujtojmë veten me përmendjen e Allahut Dhu Xhelal. Thjesht ta kujtojmë se kush është Allahu. Ta dim madhështinë e tij. Ta dim për shpërblimet e tij, të dim edhe frikën nga kjo që mund të dalim nesër humbës para Allahut Subhanahu wa Taala. Dim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë ndodh që ditën e Kiametit njëri gjen me vepra të mira sa kodrat e mëdha të Tihamës, të kodrat të mëdha. Allahu ja bën pluhur dhe hi. Pse çka bëri ai? Vepra të mira të mëdha, gjitha. Ose kur u vetmonte, ata nuk shikonte më gjëna para vetes. Edhe kjo ndikoi që sepse nuk ishte sinqert. Do thonë para njerëzve u shtirë se ishte i mirë. Dhe kjo është sefatësia, se shtirja është. Do thonë nuk i ai i vërteti, nuk i real. Çdo feja e synon në realitetin, të vërtetën. Bohu i njëjtë me të mbrëmshme sikurse është edhe e jashtme. Nëse e jashtme ka tejkaluar gradat, sohazat, aso që është e mbrëmshme, duhet pak një rishikim mbrapa. Duhet me ardhë dhe me kontrollu pak vetdijen ton, duhet me ardhë njerë me shiku imanin ton, devotshmërinë ton. Edhe agjërimi si ibadet as shumë e synon këtë pikë, sa që njeriu i cili agjëron nuk mund të ndryshe vetëm se ka agjëruar me sinqeritet. Dhe Allahu Xhelal jo rastisht e bëri një muaj të tërë agjërimi për çfarë? Për të na lodhur jashtë ushqimit dhe pjesë të jemi të raskapitur, jo. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, agjërimi është vetëm se me niyet. Në gjitha vepra, innamal a'malu binniyat. Gjitha vepër është sipas niyetit. Ama agjërimi është vetëm me sinqeritet, nuk mund të ndryshe. Një muaj angazhim kryesisht për të kuruar këtë pjesën e sinqeritetit dhe për të ruajtur nga syfajësia. Ndërkohë, sipas disa studimeve, çdo publikim në rrjetet sociale ose çdo qendrim publik shpesh pasohet nga një ankth për personin se si është pritur nga të tjerë, si është vlerësuar, sa like ka marrë, sa share, sa komente ka marrë, duke krijuar kështu dhe një lloj varësie, çka ka njerëz që duhet të trajtohen për këtë punë. Ndërkohë, a mund të ndodhë që pikërisht njeriu të krijojë varësi nga po themi nga opinionit të tjerëve se si e ka parë veprën e tij, si e ka vlerësuar, mund të shkojë edhe në këto po themi situata ekstreme? Varësisht prej njeriu si e trajton. Kemi nevojë na që njerëzve t'u marrim këshillat, t'u marrim edhe kritikat, t'u marrim edhe vlerësimet e tyre. Por çdo herë ato t'i vendojmë nën shërbimin që na afrojnë drejt rrugës së Allahut, dim se ka jemi orientuar. Të dim se ka kemi kiblen, domethënë dim se ka jemi duke synuar. Domethënë po, kemi nevojë që ndoshta ndjekja e like-eve, mos më shku deri në atë ekstremin e madh, se fundit një fjalë që është thënë nga zemra, pa marrë parasysh se ndoshta nuk është momenti që do të ndikoj, pa Allahu Xhelal mund të jep bereqet asaj, pa marrë parasysh se ndonjë fjalë tjetër ose ndonjë veprim tjetër, ndonjë shembull tjetër konkret mund të jetë shumë i pëlqyer nga njerëzit, po Allahu Xhelal mos ta vlerësoj fare. Nga aspekti tjetër është pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, po njeriu lëvdohet për një vepër që e ka bë, po nuk e ka synuar atë. Ajo është përgëzim i përshpejtuar i Allahut për besimtarin. Nuk është synim i tij që të vinë lavdët. Por ja që Allahu ja sjell lavdët e njerëzve pasi që ka bën një vepër të mirë. Shembull,
ka ndërtu një xhami. Shembull, ka qenë çdo herë në ndihmë të varfërve, të fëmijëve jetim, të smurëve. Janë vepra që njerëzit i duan dhe i lavdojnë. Dhe vjen levdatas pas veprimit, po jo nga synimi ose domethënë ai levdat, po në fund mund të qenë edhe kritik. Sot sidomos në këto kohë ku jetojmë. Nuk është lehtë të bësh edhe vepra të mira. Si në atë moment. Po nëse dikush, për shembull, tu amëron një shtëpi disa jetimave, a beson se do të kesh edhe kritika jo vetëm levdata? Nga familja do thonë, ej, çka i duke bë? Po shiko s'pari familjet e tu, ki nipat, ki mesa, ata do të kenë shtëpi ku miresh me hallet dhe me dirtë të hujve, shembull. Do thonë, nëse njeriu bën prej reagimeve, vlerësimeve, lajkave, atë më varet. A do të ndikojnë vlerësimet e tyre për të vazhdu, apo do të ndikojnë kritikat e tyre për të ndalë këtë vepër, apo unë jam i bindur se vepra është e çmuar te Zoti. Allah shpërme. Dhe mu pa marrë parasysh se njerëzit e vlerësojnë apo nuk vlerësojnë, unë vazhdoj, e kjo është ajo pika ndarëse mes neve. Hoxhën, falenderoj shumë për këto shpjegime. E lutim Zotin që të na ruaj nga syfajësia dhe të kultivojmë në këto ditë sinqeritetin dhe qartësinë e synimit vetëm për hatër e Zotit. Zoti shpërblet. Amin e ju. Faleminderit shumë. Nërmiq, këtu e mbyllim edhe këtë takim sotëm, ishim me Hoxhën nderuar Shpenzeneli ku folëm pikërisht për syfajësinë si një rrezik i fshehur në zemrat tona, një rrezik të cilin duhet ta kurojmë dhe nëse Zoti na ka begatuar duke mos qenë të prekur nga kjo sëmundje, duhet vazhdimisht të jemi vigjilent që lajket e njerëzve, kritikat e njerëzve, vlerësimet e njerëzve, duartrokitë e njerëzve të mos synojnë sinqeritetin e veprave tona. Ju falenderoj për vëmendjen, ju takosh.